Shpesh ndëgjojmë në muhabetet që bëhen në mesin e të rive, feja ka vdek, tani shkenca e ka punën. Edhe kjo fjalë fatkeqësisht na vjen për njerëzve që as fenë e njohin, as shkencën e njohin. Se po të ishin shkencëtar të certifikatur, sikur se Hopkinsi për shembull apo dikush tjetër, do të vinte ndoshta edhe interesant kjo punë dhe do të motivonte me i dhonë, domethënë, vetes detyrë dhe obligim për me bisedu dhe me debatu me ata që e kanë këtë teori. Mirë po, kjo fjalë nuk është e re, është thonë para 100 kusur viteve, 200 viteve, se feja ka vdek tani e ka radhën shkenca dhe janë mundu që ata ta skajsojnë dhe eliminojnë feja nga jeta e përditshme e njerëzve me tentativën e dominimit të shkencës apo dukurive materialiste si filozofi, si shkollë dhe kështu me radhë. Andaj themelun edhe shtete. U bë Bashkimi Sovjetik në bazë të komunizmit, komunizmi i cili në bazë darwinizmit, teorisë domethënë të materializmit, materializmi ekzistencialist e kështu me radhë. Mirë po tërë kjo nuk zgjati shumë, domethënë maksimum 100 vjet, për 100 vjet ran ujë kjo teori edhe këtë dynjoja që deri në një kohë ishin detyruar të besojnë në ateizëm dhe mungesë të fesë dhe kinse vetë shkenca i mbush boshllëqet dhe jep përgjigje problemeve, sot bjerë këtë ajo ujë dhe t'i kthejë njerëzit përsëri fesë dhe ta promovojnë përsëri nevojën e madhe që ka njerëzimi për fe. Kjo ndodh të gjithë. Edhe në Perëndim me katolicizmin, edhe në Amerikë me protestantizmin, edhe në lindjen domethënë slave me ortodoksizmin, gjithë këta i kthejnë fesë. Normalisht që ndodh edhe me botën islame, ku muslimanët i kthejnë fesë. Këtë kjo tregon se feja nuk ka vdek, feja është e gjallë dhe ndikimi i fesë në jetën e përditshme është e madhe, edhe pse ka tentativa dhe orvajtje të vazhdueshme për ta skajsuar fenë dhe për ta eliminuar fenë nga zhvillimet e jetës në përgjithësi. Bilëm mbram lexoj që do thotë njëri prej filozofëve që 60 vjet ka qenë ateist, në fund vjen konstatimin se nuk ka mundësi, do thotë nuk ka mundësi të zhvillohet njëri në këtë formë, sidomos duke studiuar DNK-n dhe atë spiralin e DNK-s dhe formën e informatave që i përbën qelizja e DNK-s, s'ka mundësi kjo të jetë domethënë e rastishme, s'ka mundësi kjo të jetë e prodhuar domethënë pa ndonjë fuqi, pa një krijues i cili shumë inteligjent edhe shumë i cili domethënë në mënyrë me një duritë absolute e ka krijuar këtë gjë. Dhe për ta argumentuar këtë edhe konkretisht, i kthehemi asaj që ndodhi kohën e fundit tani në Japoni me këtë tsunamin e fundit që ndodhi në Japoni. Jemi dëshmitar na vazhdimisht folet Japonia e zhvilluar shkencarisht, Japonia ka ecur përpara shkencarisht. Shikoni, interesant është Japonia edhe pse shkencarisht ka ecur përpara, nuk ka lënë fenë vetë, edhe pse feja vetë është fe idhujtare. I beson domosdoshmë statujës. Mirë po përsëri ata kanë ecur përpara me shkencë. Por edhe në momentet që ata kishin një zhvillim të madh shkencor, bile prej gjërave interesante që përmendën ishte se ata kanë parapo domethënë problemin e tsunamit dhe kanë bërë mure 10 metra të gjata që nëse vin tsunami ato në mënyrë automatike me hidrolik të çojnë dhe të mbrojnë domethënë qytetin dhe vetëmanimin nga tsunami. Mirë po shkenca e tyre ishte e paaftë për ta mbrojtur qytetin dhe vendin nga vendimi i Allahut që ndodhi me tsunamin i cili kaloi 10 metra dhe e zhyti këtë atë vend në ujët e detit dhe normalisht kur ndodhi kjo dhe na e kemi pona për shumë do thotë incizime të kamerat private që kanë pasur njerëzit dhe kanë incizuar se si në momentet ku ka ndodhur tërmeti dhe tsunami ata gjithë teknologjinë e lanë dhe drejtuan Zotit Dhul Xhelal duke e lutur atë për shpëtim dhe te kalim të këtyre situatave. Këtë që na tregon se do thotë ti eca dush me shkencë. Zhvillohu sa dush me shkencë. Mirë po përsëri momentet kritike, momentet më të vështira e haron shkencën, e haron teknologjinë, e haron zhvillimin njerëzor, edhe i drejtohesh qiellit dhe Zotit dhe kërkon ndihmë dhe shpëtim prej tij. Edhe kjo domethënë ateisti më i madh fatkeqësisht e dëshmon një gjë të tillë, sikur se thonte një dietar musliman më herët, edhe ateisti më i madh do thotë nëse e mohon Zotin me gjuhën e tij, vetë veprimi i gjuhës e dëshmon Zotin. Se kjo gjuhë funksionon dhe vepron sipas asaj që ka caktuar Allahu Dhul Xhelal si mënyrë e veprimit. Dhe për këtë shkak teoria ka vdek, feja tash e ka radhën shkenca, është teori pa vend, nuk qëndron dhe nuk është e realt edhe e vërtet dhe dëshmit teorike dhe ato praktike janë dëshmitare se pa fe sot nuk ka mundësi me pas kuptim jeta, e as me pas kuptim zhvillimi shkencor, e as me qenë i dobishëm ky zhvillim shkencor për njerëzimin në përgjithësi. Andaj na lutim Allahun Dhul Xhelal që të na çelë syt e zemrës dhe të ballit
dhe të shohim gjërat si janë dhe të shohim të vërtetën dhe ta ndjekim atë dhe të kotën të kotë dhe të largohemi prej saj dhe të mundohemi të jemi të qetë në debatimin e këtyre çështjeve me argumente dhe fakte, jo me emocione dhe ndjenje, sepse domthonë të vërteta shkencore duhet kemi nevojë për fakte dhe argumente, jo për emocione. Zoti na dhash të mirën dhe na ruaj nga çdo e keqe. Zoti ju shpëlbojë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.